Berat Buzhola transferohet në domin e shtimës me urdhën mjekut nga Tirana, ama e këshin qu pranë drejt për drejt. Skandali I këtyne gazetarëve për Vaqica nuk ka të ndalën. Vesh nga në këtë farë qenefi, që ka thëtë? Se... Shkruan edhe në ligj, Lex Mitjori shkruan në ligj. Neni 44, po. Neni 44 shkruan. Pra, ne kemi denu serb që kanë kry masakra me dënime 10 në 13 vjet burg, që kanë kry masakra të Kosovës. Atja është denu për të njëjtës gjykate cila është vendore. Si e të thonë kur gjo. E kishin prapë ju të bëni debat. Pe palen të bëjmë monolog. Se ti kur e Gane. keni kalu këtë se jetu e degradu debati, kur e keni kalu këtë amandament, dhomave speciale ja keni dhënë të drejtën që me interpretu vetë kushtetutën. Po pra. Ata e kanë mbyll, ata janë vetë pash, vetë sobash, ju e keni votu. Që ka votu E paloq aty, nga. Edhe tash ti Trus aty. fol të ditën për kushtetutën, ai e interpreton vetë kushtetutën. Jetë vol pa nuk ky vend për Po ta kuptoj që ardhë me prish debatit. Klasik, jo. Po ta kuptoj. Si je ti pronari i debatit, po billë gojë në burr. Si je pronari i debatit është. Kujna e kom të billë gojë. Kujna e kom të billë gojë. Se ti më frosur A e njët këtë farë Berat Qenefin, që shëragan. Momentin kër I thet kë që ti e ke votu gjykatën speciale, kë quhet, edhe I vjen kogja zheg, se e din kë që ka votu shumë mirë, se kë është një ndër të parë që ka bon propagandë me ashtimthashin për me votu gjykatën speciale. Edhe sot quhet e bon patriot kë farë Berat Qenefi, edhe jashan rapt e krejt. Po qka, po më vjen shumë interesant mu me këta fërqenefat, me këta fër gazetarë për Vaqica, që këta këshilli gazetarëve, as pram, as sot nuk kishë reagu hiq. Kur një gazetar e sulmon një qytetar, nuk reagujnë. Ama një qytetar, veç me bo me sha, quen këto për Vaqicat e Serbijës, quen edhe e denojnë rastin, e thirin policien më marrë me rastin, e thirin gjykatën, prokuror të krejt. A këta vetë, kër e shajnë dikan, kër I mshojnë dikujt, kër I ashajnë këtë familjen dikujt, për këta në regull është, s'ka nevoj me reagu këto për Vaqica tjera. A kër një qytetar I thjesht, quhet e I reagon këti Berat Qenefit, për shemëll, quen këta gazetar 30-40 në për studiot televizive, të thonë kjo është sulm ndaj fjales lirë, a jo pas ki fjallë lirë të jasho familjen komplet njerit e të ra me shishin kryja, a jo të koki demokrata, jo pas ki fjallën e lira. A veç ju keni drejt me folë që ka doni, a na si popull na s'kena drejt. A jo do të me folë që ka doni, me sho ka doni, me rej ka doni, ama na si popull, na jo nuk ban. Jo, na s'ban me ase. Po nese selamin pe javqojmë në përmes kësaj videos, këtyne për Vaqicav, qysh e ka sho Berati këta, po na dupla, din. Duplo, triplo ja qojmë selamin, I urojmë shëndet mirë, tash në dëmshtimës, po nuk I di unë edhe në dëmshtimës na prap do të me pagu për që si Qenefa. Do të me mojtë me buke, me mjeke, me krejt. Këta Qenefa, këta s'ban as në dëmshtimës milionda. Këta qoj burë për Sërbiqa njëna. Se këta vesh shqiptarës janë. A në kur po vinë do me profila, me flamor të që kësë të mbrojt Beratin, ata patriotat, AliExpressit. A s'nin për ty, ko, ta shon nanën, ta shon babën, ta shon krejt shka I ki, të mbrojt Beratin, patriot, e shenë tjetër nanë, me flamor, boco. Ja, shka s'nin të na. Quhet me flamor këmtar, e me flamor të që kësë, e mbron Beratut Bashin. Djalli të Bashit, babgjishës tërgjësh ut Basha, quhet edhe këta patriotat e mbrojnë. Ja, po e për qata u bon këj milioner.
Nese tash edhe pak kriza i ka rrok, se Albini ka sakatu. Albini qmendi, këtë janë bo për spital këta. Nuk kanë, s'kan faje, edhe në tjetër anë s'kan faje. Humbje thellë e madhe, sene 70% popullatës kanë votu, po më në shqiptare kanë votu Albin Kurtin, është pak humbje për me, të lëndëna, edhe i ka lëndu kesh. Po kë nuk i ka problemin a hupa fiton Albini, a fiton a tjetër. Kë i ka problemin në vetë, pasunijës vetë. Kë i ka gjithçka për me mbrojt ato të vetën, të menu që mos po vinë për dëkë lë dëkë, që kë prap me vazhdu me ata vazën e vjetër, me marë prona atje në veri, peshkive, me marë në Graçanic prona peshkive ka 2-3 hektar që shi ka marë, me maru një 3-4 shpia ka 600.000 euro që shi ka maru, kë për që ata, kësë ti nësë janinas për Kosovës për gërgjon, pa ajnin me një asine. Po mërzitet kë për Kosovën. Jo, bre, ata arëne, jo, kë mërzitet veç për pasunien e vetë. Kë se ka galen të kërkuna tjetër, veç për veti. Kë bosh hes nuk janin, për njeri gjallë nuk janin. Po, në fakt edhe neve nuk do të me nani për këta farë pevaqica që janë, pëthojnë betit gazetarë, se veç gazetarë që janë, se s'kanë kry shkollë gazetarijës, ta kanë ble diplomat shtu të poshta për pjetë, se gazetarë për me, gazetarë nuk e di a ka në eo a s'ka, po nuk, unë për veti nuk pishat. Gazetarë që ka dikon nuk pishat, nështë ka në eo, nështë e ka kry dikush në shkollë, në konë, veç shumica për shtyne që ka përdalin në për debate, në për televizionet që përthojnë vetit gazetarë. Këto përveç për vaqicat i të sen për mu, unë kur foli, gjithë foli veç për veti. Unë mendoj që këta veç për vaqicat. Këta tjetër sen nuk janë bësh heqkur që. Këta janë veç me valzu që shto herë për dykën, herë për lëdykën, herë quen e shajnë i posh pramna për debate, batonin e do që si pevaqica tjera, ja këshinista është të shalje dëkënë, të shapë dëkënë, të shapë Bedri Hamzën, aj i padishën, aj nuk përdi me fole, aj për e manë zhagin Albin Kurtit, aj kështu, se patën që nuk kanë shansë me fitu, edhe tash hajtë t'i gjuhëm tash atyne, bahëm pak edhe me Albinin, të menu që Albini jep nëjsan me hangër, pa Albini e dinje që Albini e loj, ajo është nuk je bësh kollaj për juve, nëjsen që shmendon ju. Po nëjse gjithë qysh, Berati t'i qona të fala krejt vetë vendosja, 500.000 sa jena krejt, i bona të fala, të rojmë që ato fjallë që e ke dhanë atina, na 3 herë të rojmë ma mirë, adin. Për din të qysh, qka po të thamë, të rojmë një 3-4 herë ma shumë që e ke thonë të atina, na për ta thojmë ty. Këto fjallë dalin kështu prej zemrës me ta arru ditlindjen, prej të madhët e demat vuglin. Edhe tjetër herë, ka të kalojnë në pështima nena, ta gjune e cigare, ndëm se prapën vjen gjëna për tje. Ama sartë kaloj, ka do mështimës, ka pa qetë cigare ki për mije. Ju përshëndese kaloni mirë deri në video në ardhshme. Mos harroni like, subscribe, komente, çka të më shpërndone, gjithçka. Kaloni mirë deri në video në ardhshme.